Qyteti i Shkodrës vijon të jetë i tronditur nga atentati i armatosur i ndodhur 2 ditë më parë, si pasojë të cilit humbën jetën 3 persona, një prej tyre qytetare rastësishme në vendin e ngjarjes. Viktimat janë Hamza Liçi, Flutur Abasha dhe në spital ka ndërruar jetë i riu Arlin Bushati, djali i ish kandidatit për kryebashkiak në Partinë Demokratike Xhemal Bushatit. Nga video e siguruar duken pamjet e para nga ngjarja e rënd ku ndodhen të shtrirë trupat e pajet të viktimave dhe një kalimtar i rastësishëm i cili tashmë ndodhet ende në spital. Sipas burimeve, dyshohet se një person i tretë ka qenë në makinë me 2 viktimat. Nga burimet gjithashtu mësohet se personi i tretë është larguar menjëherë pas ngjarjes së rënd. Ndërkohë, policia e Shkodrës ka marrë në pyetje të paktën 10 persona, të cilët dyshohet se mund të kenë lidhje me autorët e ngjarjes, ndërkohë që vijon qyrja e kamerave të sigurisë për të bërë të mundur identifikimin e autorëve ose të ndonjë shenje që mund të çojë në kapjen e tyre. Ngjarja që ka tronditur Shkodrën është regjistruar në lagjen Dobraç dhe dyshohet si një konflikt mes 2 bandave kriminale të qytetit. Në lidhje me ngjarjet në makinën e 2 viktimave, policia ka gjetur 3 armë tip pistolet, ndërsa në fshatin Golem kanë gjetur të djegur një makinë tip Range Rover dhe 2 armë zjarri automatik. Sa i përket Arlin Bushatit, i cili bëhet viktima e treta e atentatit, rezultoi se 3 javë më parë ai ka kallëzuar në polici 2 persona nga grupi Bajri, për të cilët ka rrëfyer se e kanë kërcënuar me armë. Në 11 tetor të vitit 2024, Bushati ka kallëzuar në polici se një natë më parë me 10 tetor të vitit 2024 në zonën e Pedonales në Shkodër, persona të pa-identifikuar që lëviznin me një motor i kanë drejtuar me një send në dukje armë zjarri, ndërsa në vitin 2022 një nga bizneset e familjes Bushati ka qenë qendër e shënjestrës së shpërthimit të një tritoli.